Studiuesi Hayreddini Sufi është njëri prej atyre që kanë mundur të plotësojnë një ëndër të vjetër, prekjen e tokës së të parëve. Historian, autori disa monografive për çështjen çame, ai pohon se ishin pikërisht interesa dy palshe greko-turke që shkaktuan dëbimin e popullsisë çame prej territoreve të tyre. Në prill të vitit 1914, ambasadori i Turqisë Dalibeu shkoi në mënyrë zyrtare tek Venizelosi dhe deklaroi se ishte gati qeveria turke të aprovonte shkëmbimin e popullsisë muslimane të Epirit të Maqedonisë me grekët e Ajdinit të Turqisë. Qeveria greke mori disa masa të dhunshme ndaj popullsisë shqiptare, që të shpronësoheshin të gjitha pasuritë e çamëve dhe nga ana tjetër Greqia shënonte të realizonte dy interesa kryesore. Interesi i parë ishte të shpërngulte, të çrrënjohste nga shteti që ishte krijuar popullsinë çame, se në këtë mënyrë ajo mendonte se do të largonte reagimin e shqiptarëve për kthimin e trojeve të tyre. Nga ana tjetër, ajo shpresonte se me shpërnguljen e popullsisë çame do të kishte mundësi, do të kishte një mjet shumë lehtësues për të asimiluar popullsinë ortodokse forse shqiptare. Pala turke ishte shumë interesuar sepse me shkëmbimin e popullsisë çame, ose si thuhet me shkëmbimin e popullsisë muslimane të Epirit, ajo mendonte të realizonte fitime ekonomike nga kompensimi i pronave që do të bëshin të shpronësuar kur shkonin në Turqi. Pothuajse në gjithë historinë e fatit të popullsisë çame, pozita e shtetit shqiptar paraqitet si faktor tretësor. Gjithçka është zhvilluar me disinteresash të fqinjve, kurse Tirana ka vëzhguar me indiferencë. I vetmi veprim që mbahet shënim në histori për aktivizimit të diplomacisë së Tiranës për çështjen çame është një nismë e vitit 1925. Në 10 dhjetor 1925, Shqipëria dorëzoi një kërkesë në lidhjen e kombeve, me të cilën propozoi shkëmbimin e detyruar të çamëve me grekët minoritar të Shqipërisë. Po që se kjo zgjidhje nuk do të pranohej, atëherë do të nxitej një zhvendosje e detyruar. Në fakt edhe Ahmet Zogu, menjëherë po fitoi për krajen greke për shpalljen e vetes mbret, e haroi krejtësisht projektin e këmbimit të minoritarëve grek me çamët e Epirit, dhe kështu kjo çështje thuajse u arkivua në dëm të shqiptarëve atje. Për fat të keq, rrethet patriotike çame, rrethet patriotike shqiptare dhe shtypi i kohës është shumë i pakënaqur nga qeveria shqiptare. Në korrik të vitit 1924, Musa Demi, që ishte një nga promotorët e mbrojtjes së çështjes çame në Çamëri dhe kishte një popularitet shumë të madh në të gjitha krahinat e Çamërisë, i shkruan një letër me ta të frashën. Një letër brengosëse ku i thot: neve thot po na hiqen pronat, po persekutohemi, po torturohemi nga qeveria greke dhe nuk kemi asnjë mbrojtje nga kërkush. Thellë në këtë kohë kemi një letër të Faikonicës, të botuar në gazetën Diell të Bostonit. Ai thot: një dramë e dhimbshme, thot, një dramë pikulluese, thot, qeveritarët e rinj të Shqipërisë të paktën, thot, në mos arritshim t'ja lehtësojnë sa do pak vuajtjen, duhet thot të ndihmojnë, thot, për ta inkurajuar, thot, çështjen e, domethënë, mbrojtjen e çështjes çame. Nuk ka qoftë dhe një fazë të shkurtër të historisë së shtetit kombëtar shqiptar që çështja çame të mos ketë qenë jo vetëm monedhë shkëmbimi midis fuqive të treta, por shumë shpesh edhe të paqartë në përfytyrim dhe ide. Shpreha më e drejtpërdrejtë e kësaj paqartësie është sjellja me bustin e Gjeneral Telinit, pjesëtar i Komisionit Ndërkombëtar për caktimin e kufive të Shqipërisë, vrarë në atentat nga grekët, nacionalist i akuzuar për përkraje të interesave shqiptare. Në periudhën mbretërore, Gjeneral Telini kishte një përmendore të vogël, fare pranë ndërtesës së sotme të kuvendit. Pas luftës, përmendorja u kthye në një gur përkujtimor, kurse pas vitit 1990, edhe ky gur u zhduk. Historia u përsërit me fillimin e luftës italo-greke. Mussolini e sulmoi Greqinë nga toka shqiptare me pretekstin se kriminalet nacionalist kishin vrarë nacionalistin shqiptar Daud Hoxha.
Një varg episodesh të rënda ndodhen menjëherë pas kësaj. Popullsia çame ju nënshtrua një dhune kolektive raciste, por dhe çamët bën krime akmarrëse në popullatën greke. Ajo që ndodhi me çamërinë në fundin e luftës së dytë botërore ishte vetëm epilogu i tragjedisë. Delegacioni shqiptar i Enver Hoxhës në Paris në konferencën e paqes nuk i kushtoi shumë vëmendje akuzës greke për çamërinë si popullsi kolaboracioniste. Në aktet e asaj konference, çamëria ka mbetur gati zyrtarisht si rajon kolaboracionist, e sipas parimeve të konferencës së paqes, popullsitë kolaboracioniste ndëshkohen dhe ndëshkimi erdhi ashtu si dihet. Enver Hoxha në fillimisht ka mbajtur një qëndrim, do të thosha edhe të ashpër, në momentin për shembull kur filluan dëbimet masive të çamëve në dimrin e vitit në vjeshtën e vitit 1944, arriti madje të çojë dhe një ultimatum misioneve amerikane dhe angleze të atachuara në Shqipëri, duke ju thënë që në qoftë se do të vazhdonte persekutimi i çamëve dhe shkelja e territorit të Shqipërisë nga forcat e Zervës, të cilat hermasere në ndjekje të popullsisë çame hynin në territorin shqiptar, atëherë Shqipëria do të reagonte dhe do të futej do të kalonte kufirin forcat ushtarake shqiptare. Madje misioni anglez bëri dhe një projekt për zgjidhjen e problemit çam, i cili parashikonte zgjidhja maksimale do të ishte kthimi i popullsisë çame në territoret nga e cila ishte të buar, dhe një zgjidhje dytë në rast se nuk do të realizojë kjo, shkëmbimi i popullsive, domethënë çamët e vendosur në Shqipëri, mbas masakrave dhe përndjekjeve të forcave greke, do të vendoseshin në vendet e banuar nga minoriteti grek, i cili do të duhej të shpërngulej, të largohej dhe ai në Greqi. Kjo natyrisht nuk ndodhi, ishte më shumë një lojë politike që u bë, filloi ndërkohë dhe lufta e ftohtë, hapësirat për dialog, për të biseduar, për të zgjidhur problemet u ngushtuan së tepërmi dhe për fat keq problemi çam hyri në situash në një tunel të errët